Mjashari, komandanti tu legjendar. Dhe me thonë se shpesh erdhojnë ka marrë pjesë ky hoxhë ose ai hoxhë. Si ndodhi realisht fakt? Dëgjë, atë natë kur jam kthy prej Llaushe, ka marrë Skënderaj me vizitu print. Dhe kam thonë edhe në për intervista tjera. Ka qenë ora 5:45 kur është ardhur nona më dhomë, më ka zgjupi i gjumë, thotë na kanë rrethëku serbt. Unë kisha ardhur në shtëpinë 2 natës. Edhe tash mendja më shkoi se kush më pa. Kur e hapi perdën e drejtares e shoni autoblind ka qenë të dyert e shtëpisë, po në atë moment kishte qenë gjithë lagja rrethkuar. E vetëm mendja më ka shku qysh me pështu nonën, motrën, vllahun edhe babën, edhe pse babën e kisha krah djathtë. Atëherë i kom tregu babës që unë bëj pjesë se ka ditë deri në atë moment kërkosh se ku jam. Bëj pjesë në grupin e Llaushës. Në rast se ndodh diçka. Atëherë dini që unë jam fajtori i kësaj. Për ato që ndodh. Gjatë bisedës me babën, vetëm filloi ofanziva të Basia Adem. Atëherë thamë babës që gjytën Adelit. Po unë nuk mysha me dalë prej shtëpie, më kthy në Llaush, mi tregu e prorëve që e kanë rrethëku Basin Adem. Ndodhi çka ndodhi 3 ditë, luftime tashpra mes familjes Jashari dhe ushtrisë serbe. Atëherë lagja Klina, neve na quajnë lagja Klina, me një kushërit tonë në profesorin, nuk po du me të sejke, na i keni intervistat në për Klan Kosovë. Merët vendim që trupat e Jasharve mos t'i lëmë në duar serve me varros, po t'i varrosim ne. Dhe me thonë, kër është marrë aksion për me varros trupat e Jasharve, nuk ka qenë edhe letë. Për ndryshë se kemi qenë edhe të kërstunë. Pikrisht është nipja dhe Jasharit, kushërin im Remzin Nuredini, cili jeton jashtë Kosovës, kemi qenë të partë që e na fut në kull Basit Adem. Bile është një fotografi kur rrim të dera që mos t'i lajmë njerëz më fut mrena me po. Ka qenë bijat, ne ju thënë bijat. Që mos t'i na bërë me po atë skem. Se ka pas gjak gjithandej, ja? Ka pas gjak, se nuk është ato vetëm familja Ashari që në rrotë, në rrotë trupa serb shumë. Atëherë kemi marrë iniciativë me hap vorrët, sipas fotografisë që e ka mone posedoj. Edhe fotografi tjere që ka qitë problem. Nuk besojnë që e kopën mi 70 gjallë 70. I vetëmi plak, po të flasë për pjesën e Varrezav të Jasharës, po të flasë për pjesën ku e ko trupat e pajet e Ciropani, e këna thona të në fabrike Tullov. Ka qenë Rameti po Shpirti, Basi Ahmet Maliqi prej Mitrovice. Ka qenë një plak me një plisë bardh, me një shalt kuq, rrëth plisit, i cili ka falë kofomat në të moment. Dhe vetëmin ato akum po. Nuk po hosh tjetër. Tash munën me spekulu, apo munën me gabu, me thonë jemi konë, kanë qenë të fabrika e Tullav, po në vorrim, kur është vorros Basia Adem, me familjarët e vetë, vetëmin plak që i kom po të i falë, gjenazët, ka qenë aji plaki për Mitrovica.